Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është pritur me nderime të larta shtetërore në kompleksin qeveritar Perdana Putra në Malajzi. Presidentja Vjosa Osmani ka falenderuar për mikpritjen kryeministrin Anvar Ibrahim. Në kuadër të kësaj vizite, Osmani do të dekoroj me medale presidenciale të meritave kryeministrin aktual të Malajzisë si dhe ish kryeministrin Badavi në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tyre në mbështetje të Kosovës. Presidentja Osmani gjithashtu do të hapë zyrtarisht ambasadën e Republikës së Kosovës në Kuala Lumpur. Sot hapët ambasada e Republikës së Kosovës në Kuala Lumpur. Ministrja në detyrë Donika Gërvalla ka thënë se ky është një moment i veçantë dhe një tjetër hap i suksesshëm në angazhimin për të forcuar lidhjet me vendet e Azizë Juglindore dhe për të zgjeruar praninë diplomatike në një nga rajonet më dinamike dhe me zhvillim më të shpejt në botë. Ajo ka shtuar se Malajzia ka qenë një nga vendet e para që njohu pavarësinë e vendit tonë dhe hapja e ambasadës atje është një dëshmi e përkushtimit të përbashkët. Vazhdojmë me lajme të tjera. Kosova ka pësuar rënje në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Kosova ka shënuar rënje për 24 pozita, pasi që nga vendi i 75, ku ishte në vitin 2024, ka rënë në vendin e 99 në botë. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova renditet më së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimin Evropian. Raporti gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnë-Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Ndërkohë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e ka vlerësuar si alarmues raportin e reporterëve pa kufi për Kosovën. Sipas AGK-s, raporti vën në pas se gazetarët në Kosovë janë shënjestër e vazhdueshme e sulmeve politike dhe quhen pa të drejtë bashkëpunëtor të armikut. Ndrojmë temë. Delegacioni nivelit të lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, i kryesuar nga guvernatori Ahmet Ismaili, përfundoi pjesëmarrjen në takimet pranverore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore të mbartura në Washington DC për gjatë një jave. Sipas njoftimit, guvernatori Ismaili zhvilloi takime me drejtuesit kryesor të institucioneve financiare ndërkombëtare, me zëvendës presidentin e FMN-s, presidentin e Bankës Botërore AEBanga, si dhe presidentin e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin e 2 policëve në 2 raste të ndara. Dyshohet se një police jashtë detyrës zyrtare, derisa ishte në shtëpinë e saj, duke manipuluar në mënyrë të pasigurt me armën zyrtare, i shkrep arma dhe plagos veten në këmbë. Pas incidentit, zyrtarja policore është dërguar për tretman mjekësor në Prizren. IPK rekomandoi suspendimin e policës, kurse arma zyrtare e tipit Glock është sekuestruar. Edhe rasti i dytë ka ndodhur në komunën e Prizrenit, ku një polic jashtë detyrës zyrtare, pas përfshirjes së tij në një incident së bashku edhe me një familjar të tij, dyshohet se kanë sulmuar një qytetar duke i shkaktuar lëndime të lehta. Grupi qytetar Asnjë Cent Më Shumë sot do dorëzoj zyrtarisht padi kundër zyrës së rregullatorit për energji në lidhje me vendimin e fundit për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Sipas Asnjë Cent Më Shumë, padia do dorëzohet në gjykatën themelore në Prishtinë. Vazhdojmë me lajme të tjera. Në patronazhin e kryetarit të komunës së Vushtrisë mbahet akademi përkujtimore me rastin e 26 vjetorit të masakrës në fshatin Studime.
Më 2 maj të vitit 1999, forcat serbe vranë dhe masakruan 116 civil të pafajshëm shqiptar. Izraeli ka thënë se aeroplanet e tij luftarak bombarduan një zonë pranë pallatit presidencial në kryeqytetin e Sirisë Damask, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu u zotua të mbronte pakicën fetare druze pas ditëve të dhunës vdekjeprurëse sektare. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se sulmi ishte mesazh i qartë për regjimin sirian se Izraeli nuk do të lejonte dislokimin e forcave në jug të Damaskut ose ndonjë kërcënim për komunitetin druze. Nuk pati asnjë përgjigje të menjëhershme nga qeveria siriane. Megjithatë, ai hodhi poshtë ndërhyrjen e huaj kur Izraeli kreu sulme në jug të Damaskut të mërkurën gjatë përleshjeve midis të armatosurve druz, forcave të sigurisë dhe luftëtarëve aleat Islamik Sunet. Udhëheci shpirtëror i druzëve të Sirisë, Sheikh Hikmat al-Hijri, e ka dënuar dhunën si një fushatë gjenocidale të pajustifikueshme kundër komunitetit të tij dhe bëri thirrje për ndërhyrje nga forcat ndërkombëtare për të ruajtur paqen. Qeveria siriane ka thënë se ka dislokuar forca të sigurisë në zona druze për të luftuar grupet e jashtëligjshme, të cilat i ka akuzuar për nxitjen e përleshjeve. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njeriut, të paktën 102 njerëz janë vrarë këtë javë në Ashrafiyat Sahnia, një qytet në periferi jugore të Damaskut. Dhuna shpërtheu në Jaramana të hënën mbrëmë pasi një video audio një burri që fyente profetin Muhammed qarkulloi në mediat sociale dhe zemroi muslimanët sunet. I atribuoi një kleriku druz, por ai mohoi çdo përgjegjësi. Besimi druz është një degë islami shit me identitetin dhe besimet e veta unike. Gjysma e rreth 1 milion djegësve të tij jetojnë në Siri, ku përbëjnë rreth 3% të popullsisë, ndërsa ka komunitete më të vogla në Liban, Izrael dhe fushat e pushtuara të Golanit. Ushtria izraelite ka kryer tashmë qindra sulme në gjithë Sirinë për të shkatëruar asetet ushtarake të vendit gjatë 4 muajve të fundit. Ajo gjithashtu ka dërguar trupa në zonën tampon të çmilitarizuar të monitoruar nga OKB-ja midis lartësive të Golanit të pushtuara nga Izraeli dhe Siria, si dhe disa zona fqinje dhe majën e malit Hermon. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni në Facebook RTK, Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK. Aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.